Përshëndetje të nderuar miq, mirë se ritakohemi në episodin e dytë të podcastit ton në mes jush. Sot kam të ftuar dy të rinj të Partisë Social-Demokrate që marrin pjesë në këtë fushatë për herë të parë. Lean dhe Jordin. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Edhe Klementin, mirë se u gjetëm. Atëherë, e nisim nga Lea. Kush është Lea Kratellari? Lea Kratellari. Lea Kratellari, një vajzë 21 vjeç, e cila është për herë të parë në politik dhe jam një vajzë nga kombinati. Jam rritur dhe lindur atje dhe kam studiuar për administratë publike në Universitetin Mesdhetar të Tiranës. Kaq mund të flas për veten. Okej. Dhe jam Jordi? okay. Po Jordi kush është? Jordi me mishej. Unë jam avokat me profesion, punoj aktualisht si konsulent, kam zhvilluar studimet në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Drejtësisë. Jam në Tiranë, pastaj për më tepër do njihemi në vazhdim. Kjo pjesa e kombinatit, nuk e keni të përbashkët juve të dy apo? Kombinatin e kemi të përbashkët me gjithë kombinatin, jo vetëm ne dy. Po gjithashtu si gjithë Tirana e ndaj me të gjithë kandidatët e tjerë. Kështu që Kuptoj. Kombinati i zemrës. Kombinati i zemrës. kombinati është i veçantë për gjithë kombinacat. Okej. Mirë, juve keni hyrë në politikë, duke qenë se jeni kandidat tani zyrtar pra të Partisë Social-Demokrate në këto zgjedhje në qarkun e Tiranës. Çfarë ju shtyu? Kandidoni, të hyni në politikë në këtë formë. Sepse, mund të kishit hyrë edhe besojnë edhe në forma tjera. Ju dini që mund të hysh në struktura përgjithsisht, pra rinore e tjerë, por ju keni hyrë fakt në një skenë shumë të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme, që është ajo e kandidimit për deputet. Çfarë ju shtyu? Është shumë e madhe, le të thëj. Është shumë e madhe, po. Dhe unë jam një nga ato të rinj që kam thënë që do ikin nga Shqipëria. Vjen një stad që thua do ikin nga Shqipëria. E provova, nuk më rezultoi gjë. Ku shkuat? Shkova në drejt Amerikës, Okej. Shteteteve të Bashkuara, dhe e pash që ardhmja ime nuk ishte atje. Por e ardhmja ime duhet bërë akoma dhe më mirë në Shqipëri. Se mund t'ju ndërpres pak. Ju shkuat në Amerikë dhe patë që s'kishit të ardhme atje. Asnjë mbështetje, Asnjë mbështetje. absolutisht. Ë një shtet që nuk na përket neve. Ndjet Jo. këtë, përjetuat këtë gjë? Absolutisht po. Okej. Kjo më bëri që unë të vi këtu, të bëhem ndoshta zëri i disa të rinjve që kanë të njëjtin mendim për t'u larguar nga Shqipëria, por edhe me mbështetjen e tyre mendova që të kandidoj, pse jo? Që të ndryshojmë dhe të ecim përpara. Okej. Jordi, po ti? Fakt unë do të korrigjoj pak. Deri tani ky kandidim është pjesa më e rëndësishme e rrugtimit tim politik, por në fakt është një rrugtim që ka filluar në mënyrën lineare që nga simpatizant. Unë kam filluar rrugtimin tim politik në 2014 kur kam qenë gjimnazist në Gjimnazin Petronini Luarasi. Po. Pastaj ka vazhduar duke krijuar një grup timin elektoral dhe një grup timin simpatizantësh dhe grup miq që kishim ndikim në zonën tonë. Dhe duke arritur deri këtu ku jam kandidat për deputet dhe në një vazhdimsi më tej që do shohim si do shkoj puna. Dhe kjo është thjesht fat, domethënë kjo është një pjesë e rrugtimit tim deri tanishëm. Dhe është pjesë edhe organike e këtij rrugtimi, se duke filluar nga simpatizant, dhe unë mendoj këtë gjë që jo vetëm politik, por në çdo lloj fushë, njeriu do ta fillojë nga pozicioni më i thjeshtë. Jo thjesht për modesti, po për të kuptuar dhe për të ditur si funksionon çdo hallk e një mekanizmi dhe çdo hallk e çdo fushë. Po mirë, në këtë kuptim Që Lea nuk e ka filluar nga pozicioni më i thjeshtë apo jo? Mendoj që shumë njerëz kanë mendimin që politika, të futesh për kandidaturë ose të merresh me politikë do të thotë luks. Por jo, kjo nuk është luks. Kjo është një domosdoshmëri që duhet bërë nga çdo të ri, të marrë forcën dhe pse jo ta ngrej zërin për të drejtat e tyre. Jo kuptoj. mendimin tim nuk është se ka një rrugë politika.
Mhm. Nuk është se ka një rrugë, nuk është se ka një lloj, nuk është se ka formulë. Nuk ka receta Nuk ka se si duhet recetë, hysh nuk apo ka recetë dhe çfarë lloj rrugë duhet nuk bësh. ka çfarë duhet Po bësh. mirë, okay. Është përvojë Jo. personale, ç'a ndjen mbi supe, në mish, ç'a vuan, Po mirë, ti si jeton? e kuptoj. Një pyetje do kisha unë dhe kujtoj që kemi biseduar me disa miq për këtë gjë para disa kohësh. Ëm, a ka një moshë kur duhet hyrë në politikë? Mendon për shembull që si thua ju është pjekur ajo, edhe ideja, edhe motivi, edhe përjetimet ju janë pjekur mjaftueshëm, pra e keni kuptuar si është ky realitet ku jetojmë dhe që pastaj kjo moshë të ishte pastaj e përshtatshmja që të keni ç't'i jepni njerëzve. A mendoni që është çështje moshe apo diçka tjetër kur Përvojë është ky personale. momenti kur duhet hysh? Mendoj që është përvojë personale. Mhm. ë Kjo është e gjitha mendoj unë. Ka lidhje mosha. Mosha mendoj është thjesht një numër, Po. mendoj. Të Thoni rinjt sepse jeni 21 vjeç apo jo? patjetër që po. Patjetër që po. Rinia do eci përpara dhe Okej. rinia është shme e freskët në mendime, në përjetime, dhe mos të arrin të vuajnë si prindrit tanë, ose si gjyshrit tanë, familjarët tanë, mendoj që të bëjmë një ndryshim. Okej. Jordi? Kjo pyetje është interesante dhe për mendimin tim, si çdo pyetje tjetër që ka të bëjë me moshën, për mua është e gabuar, sepse është në këtë jetë dhe në çdo lloj fushë, asnjë lloj gjë nuk matet me moshë dhe nuk duhet të jetë kriter mosha. Okej. Me moshë ka disa lloj pyetjesh, ka disa lloj fushash që bëjnë pyetjet mosha, pjekuria etj etj. Po të paktën politika, me që po flasim për politikën, është diçka që është e para punës, është nxitje personale, është formim personal dhe formimi nuk ka të bëjë me moshën. Pjekuria nuk ka të bëjë me moshën, formimi nuk ka të bëjë me moshën, pavarësisht se normalisht që mosha, domethënë një person me moshë ka dhe më shumë eksperiencë, po jo domosdoshmërisht ka më shumë ekspertizë dhe jo më domosdoshmërisht duhet një ekspertizë e caktuar ose shumë ekspertizë për t'u futur për t'u marrë me politikë, sepse politika është aq e madhe sa çdo person mund t'u japi kontributin në fushën e tij. Po, dakord. Ju Kështu që përmendët për mendimin tim, mosha nuk ka të bëjë dhe është çështje. shumë dakord. Ju përmendët fjalën nxitje. Po jo. Po. Çfarë nxitje keni patër ju të marrë me politikë? Për Them çfarë ju kanë nxitur tamam tamam? them drejtën, kjo është shumë pyetje interesante dhe edhe unë vetë kam menduar se që domethënë çdo person bën reflektimin me veten dhe ka disa mundësi për t'u marrë dhe ka disa mundësi për t'u angazhuar dhe pyet pse, ose pyet si do ishte po t'isha marrë në fusha tjera. Mhm. Dhe kjo është diçka që është një nxitje e brendshme dhe është një nxitje që është një motivim që të vjen ta bësh edhe ndoshta ndonjëherë dhe nuk e shpjegon dot pse. Por nëse do duhet ta shpjegoja me terma logjik, është sepse unë e ndjej që e ndjej dhe kam vullnetin dhe dëshirën që kam diçka për të dhënë si fillim, kam diçka për të dhënë si kontribut për rrethin ku jam unë, për ambientin ku jam unë, për kombinatin në mënyrë të ngushtë, për Tiranën në mënyrë gjerë dhe për gjithë Shqipërinë dhe si shoqëri. Pjesa e parë, kurse pjesa e dytë është edhe duke parë realitetin shqiptar, duke parë personat që janë aktualisht në politikë dhe personat që fatkeqësisht i është dhënë rasti dhe ju jepet rasti, kjo që më shtyn më shumë për të përfshirur unë, Çfarë mendoni për këta persona? ajo që mendojmë për këta persona është çfarë mendon gjithë Shqipëria për këta persona. Dhe fakti që këta persona kanë në sensin për t'i përkufizuar si persona që nuk kanë shkollimin e duhur, ë nuk kanë bazat e duhura morale, ë nuk përfaqësojnë atë që duhet përfaqësojnë si politikan, është që Ndihmoj unë. është që jo, nuk është çështje ndihmoj, thjesht dua të gjej fjalën e duhur, sepse Një fragment Okej. të jargonit të përditshëm që e dëgjojmë me hasim nga çdo individ, nga çdo pjesë e popullatës. Janë të gjithë njësoj. Janë gjithë njësoj. Janë të gjithë njësoj. Çfarë duan të thonë me këtë? Janë të gjithë njësoj. Janë ngopur Njësoj si? me mashtrime Mhm. dhe neve gjykohemi, absolutisht që gjykohemi. Gjykohemi sepse thonë janë të gjithë njësoj. Po jo, neve nuk jemi njësoj. Jemi këtu për të ndryshuar diçka, për të ndryshuar këtë mendim, për të ndryshuar çdo perceptim që jo, nuk jemi njësoj. Dhe këtu dalim prapë te të rinjt, që pse një 21 vjeçare ka ardhur këtu dhe po kandidon. E kuptoj.
Kjo është e pjesa e motivimit që kjo gjë të shtyn që nuk ka pse të jenë këta. Këta janë këtu sepse ne nuk ngrihemi dhe ne flas jo vetëm për veten time, por për ne pjesën që kemi disa vlera në shoqëri, kemi një farë shkollimi, kemi një farë edukimi dhe është faji jon dhe jo faji jon, por është përgjegjësia jon mbi radh të parë, që duhet ngrihemi ne, duhet përpiqemi ne që këta persona mos jenë vetëm këta zgjedhje. Paraqitemi ne si zgjedhje dhe pastaj nuk është nevoja për gjë tjetër, sepse njerëzit vet, Shqipëria vet di ta bëj dallimin, di ta bëj zgjedhjen e vet. Dhe unë mendoj që 11 maj do jetë shembull i perfekt për këtë, që Shqipëria do e bëj zgjedhjen e vet. Dhe do zgjedhë jo me ata persona që janë lodhur dhe që janë mësuar, personat që duhen dhe personat që kanë vlerë për këtë shoqëri. Do vendosin vet ata çfarë ndjejnë, jo të vendosin të tjerët për ata. Okej, shumë mirë. Ëm, me liderin e partisë, zotin Doshi, sa herë keni patër kontakt? Keni pas kontakt mjaftueshëm për ta kuptuar dhe njohur si person dhe politikan? Unë jam një Si e ndjekse e keni ndjekur, politikës, për shembull? e kam ndjekur dhe në anë politike, e kam ndjekur dhe në pjesë njerëzore, humane, dhe mendoj se është një lider i shkëlqyer, i fjalës dhe një njeri me vlera. Flet gjithë populli për të. Unë si kandidate e re, unë sapo përmend Partinë Socialdemokrate, më thojnë, "Oh, me Tom Doshin", do të Çenget e thënë toma. çenket e toma, do të thënë çdo derë është e hapur. Pse? Okej, Pasi ai ka ndihmuar shumë njerëz. Përti politikës. E ka bërë nga zemra dhe vetë populli flet për të. Nuk ka shumë fjalë për të. e kuptoj. Fjalë pak, punë shumë. Jordi, po ju? Angazhimi im me Tomën, fals personalisht, nuk është rastësi, dhe unë me kryetarin kam kontakt vazhdueshëm, po dhe pa patur edhe pa arritur në njohje, nuk ka qenë rastësi, ka qenë zgjedhje, sepse Shqipëria ka disa mundësi për sa i përket angazhimit politik. Po. Dhe fakti që unë jam përfshirë me këtë forcë politike dhe me zotin Tomdoshi, nuk është rastësi për zgjedhje imja, sepse ajo është zgjedhja më e mirë që mund të jetë për këtë vend. E para punës për sa i përket formimit, e dyta për sa i përket karakterit dhe e treta për humanitetin dhe për natyrën e tij si politikan, një politikan i fjalës, politikan i fortë, politikan që nuk ka bërë kompromis dhe në këtë sens, kjo ka qenë edhe shtysa, edhe arsyeja që unë jam bashkuar me këtë forcë politike. Okej. Edhe në lloj mënyre është ai është motivim për ne, është motivim dhe është i shembull që na shtyn të forcojmë që të shtym që të japim kontributin ton dhe të bëjmë sa më shumë për ambientin ton, për komunitetin ton dhe për Shqipërinë në përgjithësi, po fillojmë mirë me këto, për kaq sa kemi mundësi. Tani besoj ju keni dëgjuar që Tondoshi thotë që nuk bën weekende, po ditët e fundjavës i Shkon shkon Shkodër. në Shkodër, takon njerëz, u zgjidh halle atyre që mundet, sigurisht ose të paktën i dëgjon, dëgjon hallet e tyre dhe këtë e bën rregullisht prej shumë vitesh. Ky është një model politik që besoj e kuptoni është i vështirë për tu ndjekur. Po jo. Mendoni që është modeli juaj? A ky duhet jetë modeli juaj? Se Mendoj thash është i neve jemi këtu vështirë, sot. sigurisht është i suksesshëm, përndryshe nuk do flisnim për Partinë Socialdemokrate e cila është në rritje të vazhdueshme, por është i vështirë. Sa e shikoni veten në gjendje për ta bërë këtë? Pra për të qenë afër problemeve të njerëzve. Po Klementin, di si është çështja është se zoti Tomtoshi është ka përveç Shkodrës ka dhe Tiranën, Për të kështu gjithë që Shqipërinë. ka dhe të gjithë Shqipërinë. Po, Dhe fundjava e tij është në Shkodër sepse kthehet te vendi te shtëpia e tij e fëmijërisë, edhe te Shkodra e tij. Po ne jemi të lindur dhe të rritur në atë zonë. Kështu që ne jemi ditë për ditë në Shkodrën tonë, në edhe kombinat. ditë për ditë në kombinat, dhe ditë për ditë jemi në kombinate në Tiranë. Dhe ditë për ditë jemi me njerëzit, dhe ditë për ditë jemi me hallet e tyre, dhe ditë për ditë i dëgjojmë, dhe ditë për ditë përpiqemi dhe mundohemi. Për mendimin tim nuk e mendoj si rrugë të dur apo jo. Unë mendoj që kjo është rruga e vetme për të ecur politik. Jo për të ecur thjesht në politik, se nuk do ta përkufizoj si politik, po është mënyra e vetme për të qenë në kontakt me njerëzit dhe është mënyra e vetme që njerëzit të të mbështesin dhe të të shohin ty si mbështetje.
Dhe kjo është e vetmja mënyrë që unë mendoj që mund të bësh dhe mund të kesh besimin e njerëzve dhe mund të jesh lideri i tyre, duke dëgjuar dhe duke u përpjekur me sa mundësi ke për t'i ndihmuar. Okay. Lea? Po ndikuar në karakter, patjetër. Kjo është pjesë e karakterit mendoj unë. Duhet jesh afër njerëzve, ta ndihmosh, jo vetëm në anë politike, por edhe jashtë saj. Dhe këtë gjë bën dhe Zoti Tom Doshi. Këtë gjë duhet bëjmë dhe neve, këtë gjë duhet të bëjë dhe çdo individ. Ky është perceptimi im. Okay. Mirë, ne kemi një program që besoj ju e keni marrë, siguri si gjithë kandidatët e tjerë, ëm, dhe që e kemi quajtur program social, si një buxhet shteti, në kuptimin që këto llogaritë i kemi bërë, se nga do vinë parat, ku do shkojnë ato para që do mblidhen, pra për të adresuar një numër problemesh që janë prioritare në këtë vend. Nëse unë do ju pyesja e do ju thoja të zgjidhni një pikë të programit që ju ë e shikoni si më të rëndësishmen, cila do ishte ajo? E bukur kjo pyetje. Ë jemi ndalur në 5 pika kryesore. Dhe një që mua më prek si një re në politikë sërish të cekim, mua më te punësimi dhe të arsimi. Neve nuk kemi hapësira për në punësim dhe Si të rinj. si të rinj, Mhm. absolutisht. Nuk kemi një aktivitet për të rinjt. Shohim që kafet janë plot me të rinj, por një aktivitet për të punuar, një aktivitet që t'i mbaj afër të rinj, që t'i mbaj gjallë të rinj, që të mos largohen të rinj, nuk e kemi. Dhe Pra nuk e kanë fajin të rinj që rrinë kafe dhe që janë, po themi, neglizhent, ë? S'është kështu? nuk është anë personale, unë nuk e shoh në anë personale në këtë perspektivë. E shoh që nuk ka një aktivitet. I kemi dhënë frym kafes, nuk i kemi dhënë frym diçka tjetër, një aktiviteti tjetër. T'i mbajmë të gjallë, Shiko, dhe unë tjerë me radhë. vetë, po ju them vetëm një gjë, me që përmendet të rinjt. Unë vetë për shembull, duke qenë pedagog, Po, kam të bëj me të rinjt për shumë shumë kohë, shumë vite, vazhdoj. Ti Ë, edhe i ri vetë se do përveç që ke të bësh. i ri, po jo dhe aq i ri. me të rinjt, me të rinjt Jo e aq i ri, moshës time. jo aq i ri sa dikur. Domethënë sa më shumë kohë kalon, nuk është se unë rinohem, ë, të kuptohemi. Ëm, por po shoh këtë që kafenet janë plot, siç e the ti. Kafenet janë plot. Biblioteka është bosh. Dhe çështja është këtu, bibliotekë ka. Ndoshta nuk është e jashtëzakonshme, nuk është aq e madhe sa në universitete, po themi prestigjioze, por ka dhe është bosh. Tani këtu unë vjen pak në vështirësi për të kuptuar nëse mungojnë politikat për të rinjt apo ka edhe ndonjë gjë tjetër që nuk funksionon siç duhet. Se për shembull, një nga politikat do ishte hajde të krijojmë një vend leximi komod për të rinjt. Mirë, po të rinjt nuk fillojnë të lexojnë, shkojnë atje fare. Shpesh nuk e din fare as ku është, sepse nuk marrin as mundimin ta gjejnë ku është. Do më thonit për këtë, Lea, se i po e ngre këtë pikë. Unë po e ngri këtë pikë. Unë mendoj që kjo fillon në pjesën e adoleshencës. Nuk besoj se mund të fillojë që në vogëli. Ë, shohim plot adoleshent që janë me telefona, me gjëra, dhe ato mendojnë që rruga e zgjidhur rri nëpër telefona dhe shohin jetesën jashtë dhe thonë, "Okej, po pse do punoj unë që 18 vjeç të punoj një kamarier kur okej mund të rri me lekët e babit për Mhm. 400.000 lekë, po rri dhe po punoj se po rin kafe." Jordi, si mendon ti? O Klementine, di si është kjo punë, për mendimin tim. Ne të dy, të tre, vim nga një ambient shkolle, vim nga i formim shkolle dhe universiteti. Mhm. Të dy ne, të tre më fal, kemi qenë dhe jemi përballur me faktin kur ne shkonim në auditor dhe kemi pas kolegë tanë ose bashkëstudentë që rinin kafe. Po për mendimin tim, ka halle më të mëdha ky vend, sesa thjesht të arrin njerëzit, a lexojnë njerëzit apo jo. Për mendimin tim, shkolla dhe leximi është një nga gjërat më të rëndësishme. Por ne si politikan dhe drejtimi politik duhet të shohë gjëra më bazike në fillim. Duhet të shohë kushtet e punës rreth parë, duhet të shohë mundësitë e punësimit. Sepse në të vërtetë A mos është vlerësuar shkolla? më dëgjoj prit pak një minutë, pa arritur te shkolla. Okej. Të rinjt
të rinj, po edhe është pjesa tjetër e popullsisë. Duhet të jenë të duhet të kenë mundësinë që të përballojnë jetesën e tyre. Duhet të kenë mundësi që me punën e tyre të kenë mundësi që të përballojnë jetën, të përballojnë shpenzimet shëndetësore, të përballojnë shpenzimet e shkollimit të fëmijëve, të përballojnë ushqimet, të kenë kushte pune të favorshme, të kenë një pushim të garantuar, mos shfrytëzohen nga punëdhënësit e tyre. Jordi, unë jam Unë dakord jam me ty. jo, më dëgjoj, unë jam avokat me profesion dhe kam studiuar për këtë punë, për sa i përket Të drejtën e punës. për sa i përket drejtës punës dhe drejtës civile. Okej. Ne drejtën e punës e kemi të formuar shumë mirë, ama në praktik nuk aplikohet. Nuk është se ne s'kemi nuk është se s'kemi legjislaturë, ne legjislaturën e kemi, por punëdhënësit nuk e japin këtë mundësi punëmarrësve. Dhe pa i hyrë pastaj pjesës së rrogës edhe pjesës tjetër. Kështu që unë mendoj që kjo është më e rëndësishme sesa thjesht të krijojmë biblioteka apo të krijojmë parqe. Jo, unë jam Njerëzit duhet të kenë mundësinë Okej. njerëzit Jo, duhet të kenë mundësinë që më të kuptoni. përballojnë jetesën e tyre, Jam dakord. Unë jam dakord me ju, por Është sepse vlerësuar. por sepse vetëm një gjë. Vetëm një gjë. Unë jam dakord me ju. Pra si thua kushtet e punës nuk janë të përshtatshme. Të drejtat e punëtorëve shpesh shkelen nga punëdhënësit, pa diskutim. Jam dakord me ju. I kam edhe unë këto dhëna, këto raportime me radhë. Por a zgjidhet kjo duke ndetur një kafe dhe pa shkelur kurrë në bibliotekë, pa lexuar asgjë dhe duke, po themi, shpenzuar kohën në këtë lloj mënyre? Kjo është zgjidhja? ajo që dua t'jap unë me kontributin tim, edhe atë që do kërkoj unë nëse zgjidhem, por edhe nëse jo nuk nëse nuk zgjidhem, është që shqiptarët kanë kushte dhe të rinjt kanë kushte, që të mos kenë stresin e rrogës, mos kenë stresin që s'u del rroga në fund të muajit, mos kenë stresin që si do ja dalim edhe si do ja plotësoj kushtet e fëmijës për punë dhe a do shfrytëzohem apo nuk do shfrytëzohem nga punëdhënësi. Dhe në atë, nëse Shqipëria, nëse ne do arrijmë ta çojmë Shqipërinë në një pikë ku rroga minimale është e kënaqshme, ku duke punuar një punë mesatare, një shqiptar mund t'i përballojë të gjitha kostot e jetesës së tij dhe të jetë i qetë, atëherë do vi këtu prapë edhe do bëjmë diskutimin që këta shqiptar a zgjedhin të rinë kafe apo pse s'vinë në bibliotekë. Kjo ishte ajo që doja të thoya. Okej. Mirë, në fakt ti leja the që punësimi dhe të rinj dhe rinia pra ishin për ty pikat kryesore të programit. Po për ty Jordi, Për mua është punësimi, është punësimi. është punësimi. Sepse çdo njeri, nëse nuk arrin dot të sigurojë të ardhmen, të ardhurat dhe ushqimin dhe pjesën tjetër për të qenë i qetë, nuk mund mendoj për diçka tjetër. A mendoni se zgjidhet çështja e punësimit, pra jo vetëm e krijimit të vendeve të punës, se nuk po flasim vetëm për të pasur thjesht punë, po flasim për një punë dinjitoze, punë që të lejon, siç e the vetë, siç e thatë të dy, që të lejon të jetosh me dinjitet, të jetosh me një lloj komoditeti që e Çfarë kupton meriton me punë si dinjitoze? njeri. Kush është punë dinjitoze? Se për mendimin tim të gjitha Jo, punët janë dinjitoze. punë që shpërblehet, pra ku djersa shpërblehet në këtë kuptim dinjitoze. Jo, për Në këtë mendimin tim, kuptim. jo, për Jo mendimin çdo tim, punë është dinjitoze, çdo për punë aq është kohë sa dinjitoze shpërblehet mirë. dhe çdo punë duhet të shpërblehet mirë. Jo, pra nuk shpërblehet çdo punë mirë. Jo, çdo punë duhet të shpërblehet mirë. Duhet është tjetër gjë. Duhet. Po ne po Du flasim nuk e kemi këtë nuk e situatë. kemi, E pra, Nuk e pikërisht. kemi, prandaj jemi në këtë Pikërisht, situatë. prandaj unë dhe Jo. Leja po kandidojmë ë, edhe ti bashkë për Shumë Partinë mirë. Socialdemokrate, që Po të s'më lejo që ta të bëj krijojmë pyetje. mundësinë. Pyetja është tjetër. Pyetja është kjo, Okej, se kjo ishte okej. vetëm paranteza. Pyetja është kjo. Duke qenë se këtë punën dinjitoze nuk e kemi, se nuk e kemi aq sa do donim në gjitha rastet ta kishim. Atëherë, a mos kemi këtë problemin që këtu për shembull mungojnë sindikatat e mirëfillta dhe një ligj për sindikatat, pra një lloj organizimi nga punonjësit, nga punëmarrësit pra, që ti ndihmonte të ishin pak më të fortë edhe në negocim, edhe në, Mbështetje. themi edhe në mbrojtjen e drejtave tyre përballë punëdhënësve? Apo nuk besoni që zgjidhet me këtë formë, edhe duhet bërë diçka tjetër? Unë mendoj që edhe sindikatet janë shumë të rëndësishme sepse na kanë dhënë prova të shtetet e tjera që sindikatet janë të rëndësishme. Ë Ne kemi edhe në program pjesën e sindikateve dhe është një gjë që edhe një ligj për sindikatat duhet. Ë
Por përveç sindikatave dhe përveç ligjit sindikatave, duhet edhe një mirë informim dhe një ndërgjegjësim i punëmarrësve dhe i popullsisë së parë, që ata kanë drejtat e tyre në punë. Edhe shumica e njerëzve nuk i dinë drejtat e tyre që kanë. Po përveç kësaj duhet jemi dhe ne si forcë politike dhe ne si të rinj që të mbrojmë drejtat e çdo punëtori, pavarësisht ku ndodhet dhe pavarësisht çfarë punë bën. Pavarësisht nëse ka sindikat apo nuk ka sindikat. Duhet jemi ne që këta punëmarrës që janë pozitë inferiore ndaj punëdhënësit, na kenë mbështetjen e tyre, ta kenë mbështetje. Dhe të vinë kërkojnë mbështetje ke ne dhe ne t'i mbështesim kundrejt punëdhënësve tyre. Ta bëjmë zëri i tyre. Të bëjmë i zëri i tyre dhe mbështetje e tyre, jo thjesht zëri. Se mund të bëjmë diçka më shumë se thjesht zëri. Pa diskutim. Mirë, Lea, të rinjt dhe politika. Nuk e di, besoj e ke vënë re që të rinjt sikur nuk duan shumë të merren me politikën, me partitë, me ideologjitë, me kandidatët. Nuk e di, ndoshta e ke ndeshur edhe vetë kur Patjetër ke që po. filluar këtë fushat, je në fushat tashmë. Nuk e Patjetër di që se po. çfarë na sjell nga terreni, pra çfarë lloj reagimi kanë të rinjt ndaj propozimeve politike, ndaj ofertave që mund t'i kesh bërë edhe ti vetë për shembull që u përfshirë në fushatën tënde për të të mbështetur në një mënyrë apo në një tjetër, jo thjesht si votues, po edhe si aktivist për shembull. Von çfarë ke parë? Këtë vit kam parë që shumë të rinj janë aktivizuar shumë në masë, Ashtu. po, sepse të rinjt po mbështesin të rinjt dhe duan që njëri të ecë përpara, një zëri i tyre të dëgjohet, zëri i tyre të përcillet dhe të ngrehet lart dhe të mbështetet. Ë Ka të rinj që po ndihmojnë, ka nga ata të rinj që thonë ndruhen të aktivizohen, por janë gati të mbështesin çdo të ri. E kam parë këtë, e kam prekur dhe janë të gatshëm të vinë të bëjmë fushat së bashku. Po mirë, se ne okay, Është dhe një çik frikë, jo, shiko, të pyeta për të rinj që ke parti në fakt, po, që ke ndeshur ti, po, si më thënë si një kandidate e Partisë Socialdemokrate po. në këtë fushatë. Por ne kemi parë edhe të rinj të tjerë, paktën unë kam parë, të rinj të tjerë që janë bërë meme. Pra, si më thënë, dalin aty në mitingje elektorale të partive tjera Po. edhe thonë ca gjëra që nuk janë, domethënë moshën e kanë të re ata, ata të rinj, por janë gjëra shumë të vjetra, më të vjetra se sa ata që kanë 30 e ca vjet që merren me politikë në këtë vend. Sepse ata nuk janë për veten e tyre. Unë të mendoj. Ai i ri nuk është për veten e tyre, nuk është për të rinj, nuk është zëri i tyre, nuk është transparent. Nuk e di a ma kupton. Pse hyjnë në politikë ata të rinj atëherë? Ata që janë bërë meme pra, që imitojnë liderët edhe pra me sa duket s'kan diçka origjinale. Dalim te nepotizmi, Domethënë çfarë? që këto mbështeten dhe nuk janë realistë. Nuk e di a ma kupton domethënë. Dalin si mbështetës të dikujt tjetër, jo të zërit të tyre, jo për ato që realisht ndjejnë dhe vet ata nuk dinë të besojnë apo të mos besojnë fjalët që po nxjerrin nga goja. Nuk e di. Por ti Jo, çfarë mendon unë për do të them raportin e të rinjve unë me do të them politikën? pak më bisedë. Ë, Atë që është ideologjie, për mendimin tim, politika është më shumë se ideologji dhe ideologjia është pjesa e fundit që duhet të vinë politikë, edhe politikë është angazhimi që bën me njerëzit që ke përreth. Ë, për mua politika nuk është thjesht ideologji. Politika është kontribut që ti jep rrethit që te njerëzit që ke përreth, te komunitetin ku jeton dhe pastaj sa më gjerë në qytetin ku je dhe në të gjithë Shqipërinë nëse ke mundësi ta bësh. Okej. Ë Dhe për sa i përket pjesës tjetër të rinjve, është zgjedhja e tyre për mendimin tim. Por politika nuk duhet të jetë thjesht ideologji. Dhe edhe siç është dhe Partia Socialdemokrate, e cila është njëna partitë siç është dhe trendi në të gjithë botën, që partitë kanë shkuar drejt drejtimit socialdemokrat, pavarësisht nëse janë socialiste apo demokrate, dhe socialdemokrat do thotë në thelb që ketë iniciativë të lirë, por gjithashtu të ketë edhe mbrojtje sociale për njerëzit në nevojë. Dhe kjo është e bukur e kësaj, kjo është e bukur edhe gjë e veçantë e partisë tonë dhe është dhe gjë e veçantë dhe është motivimi jon për angazhimin ton politik.
që ne të marrim iniciativën tonë për gjërat që duam të bëjmë, ama të mbrojmë dhe njerëzit në nevojë. Kemi dhe zërin e tyre, kemi dhe kontributin tonë me sa kemi mundësi në komunitetet ku jemi. Dhe unë këtë mendoj që është më gjëja më kryesore në angazhim politik, se sa është pjesa memeve, pjesa mitingjeve, për sa i përket pjesës memeve me që i hym, unë mendoj që gjithë secili është i lirë, e drejta fjalës është e lirë dhe gjithë secili mund të bëhet dhe meme, nuk është se ka ndonjë gjë të keqe. Bëjnë dhe me dashje thua ti? Ore mund ta bëjnë dhe me dashje, po edhe nëse bëjnë pa dashje është më keq akoma se tashin se s'dua të them çdo njeri aq kapacitet ka. Kështu që kjo bën dhe dallimin mes një kandidati dhe një tjetër dhe një force tjetër. Kështu që është unë nuk do t'i paragjykoj dhe më vjen keq një person që e bën diçka me zemër dhe bëhet meme në sensin që personat e tjerë mund ta përdorin dhe mund të qeshin me të. Por është ajo që është më ana pragmatike që bën dallimin e forcës tonë serioze me forca tjera jo serioze dhe me militantë tjerë që nuk e kanë idenë për çfarë po shkojnë në atë forcë ku janë dhe nuk e kanë idenë për çfarë qëndron ajo forcë. Fakti Jordi të prisja më pak tolerant në këtë pikë sepse kur të ftova këtu, më pyete, a është formati serioz mjaftueshëm apo jo? Dhe mendoja që do ishe pak më kritik ndaj këtyre të rinjve në partitë e tjera që janë bërë meme. Pra që janë bërë qesharak në sytë e popullit në një farë mënyre viral, po qesharak E domethënë. di se çështja e seriozitetit. Kur je serioz me veten tënde radh parë, kur je serioz me punën tënde, kur je serioz me karrierën, kur je serioz me qëndrimet që ke, me fjalën që thua dhe me njerëzit që ke përreth, nuk të lejosh vetes të bësh shaka. Por mendoj që vjen serioziteti në fillim dhe një njeri, nuk dua të them një burr se ne kemi edhe një femër që e përfshi edhe në këtë fjalë, në këtë parim, një njeri duhet të jetë serioz në çështjet që duhet të jetë serioz dhe pastaj të jetë i lirshëm ë dhe spontan për pjesën tjetër. Kështu që duke qenë që më respektove kërkesën time për të qenë serioz, unë po respektoj kërkesën tënde për të qenë Tu bër meme? Jo. për të bërë dhe meme pse jo? Për të bërë dhe meme pse jo? Okej. Mirë, ju jeni të rinj. Jeni të rinj, por në këtë ambient politik shikoni që për shembull kur shkoni në terren, por kur keni shkuar edhe në ndonjë studio televiziv, ose qoftë edhe në rrjetet sociale ku shfaqeni dhe drejtoni mesazhet tuaja. Ju vini re që rrethoheni nga persona të tjerë që kanë më shumë përvojë, më shumë kohë në politikë. Pra janë në një farë mënyre më me përvojë, më të vjetër si thuaç. Si ndjeni për krah ose përballë tyre? Për krah tyre kur janë të partisë tonë, Po, Socialdemokratë dhe përballë tyre kur janë në Kundërshtar. kundërshtar në forcat e tjera. Ja, mund ta fillosh ti se Jo që je 21 vjeç. Do shta të prek më shumë se sa Jordi. Atëherë po e nisi me më të mëdhenjt e partisë tonë. Okej. Unë për herë të parë ju kam takuar juve në fillimet e mia që jemi prezantuar dhe kam ndjer më ndryshove komplet mendimin, perceptimin. Më ndihmove shumë që të eci në këtë rrugë, më mbështete dhe publikisht të them faleminderit. Do sa unë të them faleminderit që më çove 8 vjetrit. Jo, jo, je i ri akoma. Je i ri akoma. Ndërsa 8 vjetrit, mendoj si na shohin, prap kalojmë në zhargon të përditshëm, si peshq të vegjël. Mendojnë që t'na shkelin, por jo, unë mendoj se këto janë lodhur. Janë lodhur dhe e shoh që po rrim pak në heshtje dhe rinia po vërtet, po thot na mbështesni dhe po ngrem zërin dhe shpresoj të na mbështesin. Jordi. sa i përket kësaj pyetje, për mua është viti 11 që jam i përfshirë në politikë në një mënyrë ose në tjetër, formë drejt për drejt flas. Se në Shqipëri, për mendimin tim, gjithë e përfshirë politik, nuk ke nevojë të jesh politikan në Shqipëri, edhe nëse përzihesh me përfshihesh me politikë, përfshihet politika me ty. Po, për mua është viti 11. Tani nuk e di a përfshihem te 30, 8 vjetrit. E rast pak i veçantë. Në fakt Mix. kjo është çështja e mix, Mix. por ë megjithatë për mendimin tim unë për herë ka kam njerëz, zgjedhur më fal. Megjithatë ka njerëz që
ose i vëre që kanë edhe më shumë përvojë, por në një farë mënyrë kanë bërë edhe një karrierë kanë ngjitur ca shkallë më shumë, në kuptimin që janë bërë deputet, janë bërë ministra, e me radhë me Edhe radhë. kjo është Në këtë kuptim. jo, Si thua kjo ka qenë dhe piknisja përballë ime tyre, që si në e sheh vetë. e para punës nuk pa hyrë te pjesa përballë dhe për të parë për të prekur pjesën e krah. Krah. Këta të politikanësh kanë qenë janë piknisja dhe janë shembulli për të ndjekur për ne si politikanë të rinj në moshë. E para punës shembulli për sukseset e tyre, shembulli për modelin e politikanit, se politikan ka disa modele. Mhm. Për të parë te kush te pjesë e këtyre njerëzve ne përfshihemi dhe kë shembull nga këta ne duam ndjekim, politikanët e vjetër. Dhe pjesën tjetër, marr shembullin e politikanëve që nuk kanë qenë suksesshëm, se politikanë që kanë hyrë suksesshëm dhe kanë dalë kanë dështuar. Dhe ky është fati jon që kemi mundësinë të kemi pranë dhe përballë politikanë të vjetër, sepse kemi mundësinë të mësojmë nga sukseset e tyre, kemi mundësinë të mësojmë dhe nga dështimet e tyre. Dhe kemi përveç kësaj më e rëndësishmja është të shohim zgjedhjet që kanë bërë ata dhe mënyrën si e kanë bërë ata politikën dhe mënyrën si kanë sa të drejtë dhe sa real kanë qenë ata me njerëzit, dhe zgjedhjet e tyre që kanë çuar në fitore apo i kanë çuar në dështim. Dhe ky është fati jon si të rinj. Okej, dhe e bëj këtë pyetje të dyve në fakt. T'ju pyesja, kush është politikani nga i cili keni mësuar më shumë ose që vlerësoni më shumë, e di që do më thoni Toma. Jo, prandaj s'po e bëj këtë pyetje. E di që Tash edhe ty po të pyesim nuk e di jo, besoj edhe ti Toma do edhe thosh. unë atë do thoja. Po. Por, sigurt mos ishte, pra, duke lënë mënjan, pra shembullin e Tomës. Nga politikanët, për shembull, do i pyesë për politikanët e tjerë. Çfarë mendoni? A mund të mësosh diçka në kuptimin politik nga Edi Rama? Si politikan. E kemi kundërshtar, që kemi gjithë të tjerët kundërshtar në fushat elektorale, por a mund të marrësh, pra mund ta vlerësojmë dot politikisht figurë si Rama për shembull? Të vlerësosh do thotë të evaluosh të mirat e të këqijat, kështu që për Pikërisht në mendimin këtë tim kuptim. çdo person mund ta vlerësosh, jo vetëm Edi Rama, por çdo person tjetër. Po besoj që pyetja është vlerësoni a keni diçka që vlerësoni për mirë te Edi Rama Në apo sensin, jo, shikoj, në kuptimin e një lloj leksioni politik që mund të marrësh nga dikush, siç mund të marrësh leksion nga çdo kush. Edi Rama ka ë Edi Rama është e para punës është në pushtet Okej. dhe është shembulli i politikanit fitimtar deri tani. Kështu që është ai shembull për të marrë, domethënë në rastet që mund të merret shembull më Ja, thjesht edhe më okej. Ja, Nuk jam dakord me Jordin. Fitimtar, fitimtar të bën fitues. fitues të bën Çfarë rrugë ke zgjedhur? fitues të bën që kur shkon numërojnë votat, Mhm. del me mbi 71 deputet parlament. Vetëm ose si koalicion, kjo të bën fitimtar. Dhe si e ke zgjedhur këtë rrugë për ta fituar? Si tani po flasim për politikan, dhe politikan, qëllimi i një politikani është fitoj zgjedhjet. Që si politikan ai është fitimtar. Pastaj si e ka zgjedhur ta jetojë jetën, Si lider, unë okay. si e ka zgjedhur ta jetojë jetën dhe si lider me njerëzit, s'po Okay. flasim për aty kemi rezervat tona. okej, Flas për vete. Unë dua të abstenoj. abstenon. Abstenoj në këtë Mirë, gjë. hedhim një emër tjetër në tavolinë. Sali Asnjë Berisha. emër. Sali Berisha. Ja, Abstenoj sërish. s'ka si mendim për ta? Abstenove ti i pari, kështu që s'ka mos i kërko lejes tash. Kështu që Abstenoj. kështu që Abstenim. Sali Berisha është një njëjti rast. Njëjti rast. Si politikan ka qenë një nga politikanët më suksesshëm. Se ne në Shqipëri 30 vjet demokraci kemi. Ne 5 politikan kemi suksesshëm. Kështu që edhe Sali Berisha ka qenë shembull një politikan i suksesshëm. Ka qenë. Si drejtues shteti dhe si për sa i përket politikave që ka zgjedhur, kjo është e diskutueshme, po është e diskutueshme në bazë të kohës, në bazë të kushteve që kanë qenë. Okej. A nuk Mirë. mendon se nëse do ishte i suksesshëm do ishte akoma në pushtet? A bie ndesh që nuk është i suksesshëm? Apo flasim për më para? Jo, nuk është suksesi politikane nuk është vetë thjesht pushteti. Ai është marrim shembullin se nuk dua ta marr si person vet, nuk duhet ta marr
Sali Berisha si Sali Berisha, si Sali Berisha si ish kryeminist i Shqipërisë dhe si kreu aktual i i opozitës. Okej. Dhe në vendet ku ka qenë, një farë suksesi e ka, që ka pas suksesin absolut në vendin ku ka qenë. Kështu Mirë, që ne vlerësojmë suksesin në aspektin pragmatik dhe konkret. Pastaj për pjesën tjetër, për t'i gjykuar si persona, nuk i gjykojmë, nuk dua t'i futem asaj. ju kuptova. Mirë, Lea, cilat janë shanset tona si parti në këto zgjedhje? Si mendoni? Çfarë do arrijë Partia Socialdemokrate në këto zgjedhje? Si gjykon ti? Në çfarë kuptimi? Në kuptimin a do arrijë të rritet Absolutisht më që po. shumë se sa ç'është sot? Pra, kemi 3 deputet sot në parlament, Po. a do kemi më tepër? Që po. Absolutisht që po. Neve nuk kemi një dorë fati, që të nxjerrim 5 gishtat e dorës Jo, dhe jo, sigurisht. të lexojmë fatin, por ne kemi bindjen, kemi mbështetjen e njerëzve dhe sigurisht që do ja dalim. A mos kemi gjë fat që na ra dorë fati s'kemi, po kemi ndoshta fatin që na ra Numri numri 11? 11 apo jo? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Çfarë u thot njerëzve ky numër? Po, pse është fat ky për ne? Dy njisha. Mhm. Nuk është se është 1 dhe 2, nuk është se është vetëm 1, po vetëm 1, gjithmonë on top. Mendimi im. Apo jo, Jordi? Jordi? Unë nuk e di për pjesën e numrave, po nuk e di të bëj interpretim numrash, me thënë drejtën. As lexim fati të dorës? As lexim fatit dorës, Patjetër. nuk di ta bëj. Okej. Do doja ta kisha edhe këtë afërsi, po fatkeqësisht nuk e kam. Nuk i jepet gjitha. Nuk Ti i jep, nuk ti i po jep, merresh me nuk i jep politikë, jo me Zoti, nuk i jep fjalë, Zoti të gjitha thuhet. thon njerëzit, kështu që Sigurisht. unë për mendimin tim nuk mendoj që PSD do rritet. Unë mendoj që PSD është rritur. Është rritur. Është rritur, është rritur dhe është rritur shumë. Në ç'kuptim Ajo e që thua? ja të them, ajo që do dalin pa datën 11 që do bëhen zgjedhjet dhe datën 12 do bëhet numërimi, do t'rregoj sa shumë është rritur PSD-ja. Dhe në datën 11 që janë zgjedhjet, thjesht do jetë pasqyrimi i punës madhe që është bërë, do jetë pasqyrimi i punës që ka bërë Tom Doshi, sekretar partie, si politikan dhe si njeri që është pranë njerëzve, por dhe i ne të gjithëve, përfshirë mua, Len, ty Klementin, si kandidat për deputet, të ça kontributi kemi dhënë ne për njerëzit që kemi afër dhe për njerëzit në zonat tona dhe në vendin tonë. Dhe unë mendoj që kontributi është i mirë dhe ka përqenë rezultat shumë i madh. Okej. Ashtu qoftë. Amin. Amin, themi ne. Po mirë, për ta mbyllur ndoshta këtë podcast, keni një mesazh për 11 majin, pra që doni t'ia drejtoni zgjedhësve tuaj, pas zgjedhësve tanë, në fakt, se jemi një njëjtë garë në fakt. Pas zgjedhësve shqiptar në qarkun e Tiranës. Lea, Unë ec me një slogan. Ne duhet të votojmë për veten tonë, jo të tjerët votojnë për ne. votoni për veten, no? Tjetër për veten. Për atë çfarë ndjejnë, për atë që vërtet duan dhe atë që ndjejnë. Pra nëse votojmë për veten, i bien të votojmë për Lean. Po ja, Për Lean, patjetër. Për PSD-n, për PSD-n. për PSD-n. Okej. Ai mesazhi im për zgjedhësit, për shqiptarët, është që mos votojnë partinë dhe mos votojnë shembullin shumë të vjetër të paragjykimit socialist ose demokrat. Kur të votojnë personin, votojnë individin. Votojnë individin që ata kanë afër, individin që është gjendur pranë, individin që ata e shohin si një zgjidhje, si një person të denjë për atë vend dhe të zgjedhin politikanin që ka dhënë dhe ka bërë për ta. Dhe jo thjesht partinë. Dhe të zgjedhin Tom Doshin numrin 11 dhe Jordi Memisha numrin 36 për Tiranën. Edhe pse është pa numra, me sa di unë. Është pa numra? Lista e hapur. Lista e hapur. Se e ta themi edhe këtë gjë në këtë Okej, podcast. ta themi Mendoj se që duhet duhet. ta themi për të gjithë ata që bëhen Sa mirë të konfuz informuar, ndonjëherë. po. Bëhen konfuz, le ta themi edhe këtë. Në listën e hapur, kandidatët janë pa numra, janë me emër, mbi emër. Sigurisht mund të vendosësh një shenjë krah emrit të kandidatit që dëshiron të votosh. Rend rastësor. Është do jetë me shenjë apo me katror? Jo, është një
Kryq ose çfarë është ajo një. Çek. Po pra, po I çek. është katrori, domethënë gjithë me emrin. Katrori, Po, është katrori. patjetër. Okej, në rregull. Jemi Patjetër. atje. Që nuk është se kemi numra. Nuk kemi Dhe numra. gjëja që duhet të themi besoj për të gjithë që ta japim edhe këtë mesazh në këtë episod është që në Partinë Socialdemokrate të gjithë kandidatët kanë të njëjtat shanse, sepse renditja është nuk thot asgjë, është renditje alfabetike. Kështu që kushdo që do të votojë Lean e gjen atje në atë listë, kushdo që të votojë Jordin po ashtu e gjen atje, kushdo që të votojë Klementin po ashtu e gjen në atë listë. Në këtë kuptim pra të gjithë kemi shanset tona, jemi në një garë të ndershme me merit dhe kjo i motivon të gjithë, na motivon të gjithëve ne që të ecim sa më mirë dhe ta çojmë këtë parti dhe misionin alternativën socialdemokrate sa më lart dhe që të jetë e breshme pastaj për zgjidhur të gjitha ato problemet që populli ka. Misioni vazhdon. Misioni vazhdon. Klementin, faleminderit që na ftove. Ishte kënaqësi që të isha këtu. Sukses edhe ty nga rënd tënde. Lea, faleminderit që ishe bashkëfolse me mua në këtë podcast. Shpresoj të jemi të shpejti dhe Me rezultate fantastike. vazhdojmë misionin ton. Faleminderit të dyve që Faleminderit. ishit në këtë podcast, në këtë episod. Neve jemi të tre këtu, po unë dua t'ju uroj të gjithë kandidatëve suksese, jo vetëm të qarkut të Tiranës, po në të gjithë Shqipërinë, vetëm suksese dhe do ja dalim, patjetër që do ja dalim. Patjetër. Atëherë, këtu përfundon episodi i dytë i këtij podcasti. Në mes jush do rishihemi herën tjetër me një temë tjetër. Faleminderit.